Çdo ekonomi e fortë ndërtohet mbi një zinxhir vlerash ku çdo hallk i jep forcë tjetrës. Dhe kur ky zinxhir ndërtohet brenda vendit, fitimet shumëfishohen për të gjithë. Në industrinë e qumshtit, Erzeni është një shembull shumë i mirë i kësaj, pasi çdo ditë Erzeni grumbullon qumësht nga fermerë të mëdhenj të vegjël anë mban Shqipërisë, që nga malet e Çajupit tek malësitë e Labërisë, në Shkodër, në Korçë, madje edhe në Kosovë, janë mbi 250 ferma të mëdha dhe të vogla, të cilat kanë përkushtim në punën e tyre dhe sjellin qumshtin tek Erzeni. E përveç këtyre të 250-ve, janë dhe mbi 200 çobenë, cilët me sakrificë prodhojnë qumësht çdo ditë nga delet dhe nga dhitë e tyre. Duke u ofruar një treg të sigurt dhe afatgjatë, krijohen kushtet që ata të investojnë më shumë në cilësi, në rritjen e standardeve dhe në rritjen e fermave të tyre. Në këtë mënyrë, 75.000 litra qumësh grumbullohen çdo ditë brenda Shqipërisë dhe pastaj përpunohen për të kthyer në produkte bulmeti që mbërrin të sigurta në tryezat shqiptare. Por ndikimi shkon për te industrisë së qumshtit. Kur vlera e krijuar qarkullon brenda vendit, ajo kthehet në më shumë investime, më shumë vende pune, më shumë zhvillim për komunitetet tona. Arsyeja pse duhet mbështesim prodhimin vendas nuk është vetëm një vendim biznesi. Ajo është një motor për ekonominë shqiptare dhe një model i suksesshëm se si duhet të funksionojmë, duke mbështetur njëri tjetrin, duke investuar te njëri tjetri e duke u rritur së bashku.